Shqipëria dhe Serbia luajnë në Tiranë më 7 qershor për grupin K kualifikues në Kupën e Botës. Sfida veçana sportive mbartet e emocione politike për vetë historinë mes popujve. Gana serbe duket se ekipi rivalit tanëve nuk është në ditën më të mirë dhe qetësia mungon në grup. Teksa trajneri Dragan Spajkovic ka shpërthyer në konferencën për mediat duke kërcënuar me dorëheqje pasi u akuzua për afrimet e bëra në grumbullim. Dragan Spajkovic foli për pritshmëritë nga ndeshja kundër Shqipërisë, e cila u shpall një ndeshje me rrezik të lartë, por më shumë foli për vendimin për të mos llogaritur në ekip Sergej Milinković-Savić dhe zvilar të Ramos. Trajneri sheh sfidën vetëm në aspektin sportiv. Asgjë nuk na tensionon dhe mesazhet nga tifozët, deklaratat e lajthitura të disa të çmendurve që duan të krijojnë një gjendje lufte, shton trajnerin serb. Problemi është mbi zvilarin, jo mbi moha. Mos priqe dikush të shkojë në Rom, unë ha drek një kafe ekspres të shoh një ndeshje, po nëse shkoj të lutem dikujt, kjo nuk do të ndodh. Jo zvilari, por kushdo qoftë, ka bërë një gabim në hapa është fajyt shkëlqyeshëm, gjithë të mirat, të gjithë kanë të drejtë në lëvizjen e tyre, varet prej tij të pranojë nëse ka dëshirë të mbrohet. Ai tha atëherë se donte t'i kustoj klubit të tij, donte të përshëndrohej në këtë. Ai shfrytëzoi shansin e tij dhe jam shumë i lumtur për këtë. Jam un problemi këtij ekipi, po jep dorëheqje më një herë pas kësaj konference, vetëm që ta dini, ndoshta jo më një herë, po nesër, nëse kjo është e vërtet, nuk mendoj se kjo është e vërtet. Këta janë lojtarët që panë se nuk kishte vend dhe pastaj thanë, po them lam të mirë, ekipin ndryshon, ju e thërrisni lojtarët sipas meritave të tyre. Ekipin ndryshon, lojtarët thirren sipas meritës. Mendoni që Lazovic nga Verona, që çdo vit lufton për të mos rënë nga liga, është ajo që i duhet Serbisë. Dmitrovic, por kjo i shkëlqyer, por vendosa për Petrovic, kanë gabuar jo. Nuk e kam bërë dhe cili është problemi. Dmitrovic është i zemëruar dhe doni jam i zemëruar që nuk e fituan ndeshjen kundër Slovenisë. Përmendet Radonjić, cili është problemi, nuk e dua, nuk më duket simpatik, nuk më pëlqen modeli flokëve të tij. Ai po shkatron veten, po shkatron Zvezdën, po shkatron përfaqësuesen, ose po vetë shkatrohet. Ky është problemi i tij dhe doni të më thoni që e meritonte në kombëtare. Si të ishim të gjithë të çmendur, për flas hapur, por disa lojtarë nuk duhet të përmend emra. Ajo që luajnë nuk ka lidhje me realitetin. Çfarë ofrojnë që të jesh këtu? Në bazë të çfarë? Unë tani thërasë Radonjić dhe më pyesni pse e thira. Çfarë të them Qubinej, e dini, ai sprinti kundër Stuttgartit nuk luhet për një sprint. Tifozët 2 milion më kanë thënë se janë të interesuar për të zënë. Stadiumi du të ishte aq. Sfida në Tiranë, ndeshje e jashtëzakonisht e rëndësishme, por ta dhe për ne, por është thjesht një ndeshje. Ata janë miq tanë të futbollit, ne shkojmë ekskluzivisht për sport dhe për të parë se kush është më i miri në fushë. Asnjë tension politik dhe mesazhe nga tifozët, deklarata të lajthitura të disa të çmendurve që duan të krijojnë një gjendje lufte. Ne nuk jemi të interesuar për këtë dhe nuk do të jetë kështu, tha trajneri i Serbisë, dukshëm nervoz para ndeshjes me Tiranën.